Drejtori dhe përfaqësuesit e Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve sot në Kuvent u takuan me koordinatorët e grupeve parlamentare me qëllim që të tejkalohet problemi i 17 punëtorëve të cilët tani më 5 muaj nuk kanë as paga e as sigurim shëndetësor e pensional. Unë mendoj se i ndëgjuam edhe përfaqësuesit e grupeve parlamentare, tash këta janë njerëzit kompetent se si dilet nga kjo situatë, e jonja është që ti përkrojim me krejta metodat vetëm që të zgjidhet në një ofertë konkrete. Jo, për shkak se është takimi i parë i këtij lloji ndërmjet neve dhe grupeve parlamentare, prandaj ditëve në vijim mendoj që do të gjejmë zgjidhje. Zgjidhja shihet te miratimi i ndryshimeve të ligjit për Inspektoratin për përdorimin e gjuhëve, por që janë bllokuar në Kuvent për shkak se mazhoranca nuk ka shumicë badenteri. Për këtë nevojitet ndihma e Frontit Evropian, por opozita shqiptare nuk pranon të votojë këto ndryshime. Nuk është e ndershme që të shantazhohen të punësorit se këta nuk votojnë, prandaj ju nuk mund merrni rroga. Edhe gjatë miratimit të buxhetit, si organ i veçantë nuk janë parapa mjete për me marrë rroga këta inspektor dhe kjo institucion. Po ju janë parapa mjete dikun tjetër duke prejudikuar që do të votohet, dhe nuk është ashtu. Buxheti planifikohet mbas organeve ekzistuese. Dhe normalisht që ne nuk do ta kenë mbështetjen tonë për me një çështje ligjore e cila do ta heqë statusin juridik. Ne jemi të interesuar të avancojmë çështjet. Ashtu siç është marrëveshja e Ohrit dhe frima e marrëveshjes së Ohrit. Prandaj ka edhe një dëshmi tjetër. Muj të tërë kanë qenë paranesh dhe kanë mund që këtë çështje ta bisedojmë kolegët tonë koordinator, nëse aq vullnet madh ka, kohë është paranesh do shohim, prandaj nuk dua për korrektes të prejudikoj cilët mund të jenë qëndrimet e tyre, që mund të rregullohet këtë çështje në mënyrë shumë korrekte dhe shumë parimore. Megjithatë, VMRO DPMN-ja premton se do të ketë zgjidhje, pavarësisht se BDI-ja ka paralajmëruar se nuk do t'i mbështesë ndryshimet ligjore. Në pyetje është politika, nuk është dëshira që të zgjidhet problemi i njerëzve. BDI thot që BDI mund të thot çfarë të doj. Unë ju them si është realiteti. BDI mund të thot dhe do të vazhdoj të thot në periudhën e kaluar, por ju si shumicë parlamentare duhet ta zgjidhni problemin pasi që nuk keni parashikuar që në shtetin ton ka një institucion që ka ligj të veçantë. Ai institucion është i formuar në bazë të një ligji tjetër që e dini se si është miratuar, ligji për gjuhët. Megjithatë, ligji është miratuar, nuk mund të kontestohet, por tani që të tejkalohet problemi që BDI e ka krijuar realisht në qarkullimin juridik në shtet, po kërkohet zgjidhje dhe do të gjendet zgjidhje, u shpreh Nikola Micevski, koordinatori VMRO DPMN-s. Nga Vlen bëjnë thirrje që të kalohen ndryshimet ligjore me qëllim që punëtorët të marrin rroga, ndërsa pas kësaj të fuqizohet inspektorati. Thjesht duhet një vullnet i përbashkët me batenterë ta votojnë këtë shpejt edhe t'u kalojnë rrogat këtyre punonjësve. Inspektorati mbas kësaj do fuqizohet edhe më shumë duke i dhënë edhe të drejtën për gjoba që nuk e ka pas deri tani si vetmi inspektorat. Pra ne premtojmë që me kalimin e kësaj do kemi një inspektorat shumë më të fuqishëm se që ekziston për këto momente. Nga LSDM theksuan që situata është krijuar nga padituria dhe panjohuria e procedurave në Kuvent, ndërsa kanë vullnetin që të ulen për të gjetur zgjidhjen.